por mesazhi ati është shumë i fortë dhe le ta ndëgjojnë të gjithë, artist dhe jo artist. Ndaluni. Asgjë me veten nuk merrni. Mjaf me inate. Po arti a ka inat moj, a shtyhet në art me bryla moj. Po ngrej ai që mundet. Edhe unë duhet jem artiste si Shpati, nuk jam, po të paktën duhet mbështes. Duhen i mërë njeni, se cili ka zanin e vetë, as jeni si ngjanë, për të gjithë mund të bashkëpunojnë, pse jo? Dhe gjithit nuk janë, çka lënë pas vete? Kjo madhështina mungon, t'ja falim suksesin njëri tjetrit, atë sukses që e ka arrit me djerës, me mund dhe me talent. Dhe mendoj se dëshmia që do jetoj përjetësisht në mesin tonë dhe në kombin tonë është Shpat Kasapi. Unë uroj shumë që ky vend ta nderojë emrin e tij dhe uroj shumë që të kujtohet përjetësisht ky emër. Ti japi një emën, një rrugë, një institucioni, kështu mund ta nderojnë ato ambasadi se këngësën i bojnë. Ama t'ja vendi kund një plakat munden, nëse duhen. Nëse ato e nderojnë veten me veprën e Shpatit. Pajtohen plotësisht. Dhe porosia ati është, unë thë nuk mbaj inate, nuk ja vlen. Inate me asken, pse të mbaj inate? Që ky bukurosh. Dhe prandaj e deshëm gjithë ne, sepse ishte i tillë i veçantë dhe i papërsëritshëm do thoja.